Si ishte rikthimi në vendlindje, pastaj në ato periudhën ku mund të themi gjithçka u sheshua, u qetësua? Hera e parë që kam marrë në Shqipëri ka qenë 2002 pas 7 vitesh. Dukej sikur gjërat ndoshta po rregulloheshin nga pak, por gjëja që akoma ka mbetur shumë e gjallë në memorien time janë 3 gjëra. E para, në disa qytete kam parë plumba nëpër pallate. Do të kam parë vrimat, gjumët që kishin lënë plumbat, kat 2, kat 3. Edhe të merrohesh se mendon që tjetri mund të ketë qenë në balkon duke pirë kafe, nder rroba, thjesht duke ndenjur vaditur lulet, kupton, edhe mund të jenë vrarë njerëz. Në thështada e tmerrshme. Pastaj shkon në varreza dhe shikon përmendore të larta. Dhe kur lexon apo shikon fytyrat në fotografi, kupton pse këto varre duhet të jenë kaq masiv. Se ka qenë mënyra e prindrit për të shprehur dhimbjen e humbjes. Dhe sa më i ri ishte personi, aq madje gjeta dhe varre të rrethuara, sikur të ishin në shtëpi. I ishin vënë kangjella rreth e rrotull dhe lule, e njerëz që i lanin, e gra që i qanin. Dhe s'kam parë asnjëherë aq shumë grame të zeza rrugëve. Dhe sa kam parë në atë vit. Atëherë kuptova se çfarë ishte bërë në Shqipëri në 97. Nuk kishte nevojë të ma tregonte njëri se thash ma tregoi vetë qyteti. Domethënë kudo që unë shkela, po sidomos në disa qytete si Elbasani për shembull. Apo jugu i Shqipërisë, Vlora, Saranda, që ishin akoma dhe më problematik. Aty kuptova çka kishte ndodhur. Pastaj ishte shpresa se do rregullohet, se do bëhet më mirë, po tani sa herë që vi, po shikoj një realitet tjetër që është shumë kokfort, që gjërat nuk po shkojnë për mirë. Sado që kemi investime miliona euroshe, shumë para të hedhura, por jo sistemim, jo rehabilitim. Rehabilitimi është shumë larg. Nuk e di a do ndodh.